Agjencia kundër korrupsionit në Kosovë ka nisur një procedurë zyrtare verifikimi ndaj pasurisë së presidentes së Republikës Vjosa Osmani pas evidentimit të disa dallimeve të konsiderueshme në deklarimet e saj të pasurisë për vitin 2024 dhe vitin 2025. Sipas raportimeve të mediave kosovare, vendimi për nisjen e hetimeve administrative ka ardhur si pasojë e shqetësimeve të ngritura mbi ndryshimet e reflektuara në formularet zyrtare të deklarimit të pasurisë, të cilat janë të detyrueshëm për zyrtarët e lartë publik. Burimet pranë agjencisë bëjnë me dije se ndryshimet lidhen kryesisht me rritjen e ndjeshme të kursimeve financiare, si dhe me shtimin e shumës së parave të gatshme të deklaruar nga presidenti Osmani për vitin 2025. Krahasuar me deklarimin një viti më parë, dokumentacioni i fundit paraqet lëvizje të dukshme financiare, të cilat kanë shtyrë institucionet kompetente të ndërmarrë verifikime të mëtejshme në përputhje me legjislacionin në fuqi. Në deklarimin e pasurisë për vitin 2024, Vjosa Osmani ka bërë të ditur gjithashtu se është së bashku me bashkëshorten e saj posedon një banesë shtesë në Prishtinë, si dhe prona të tjera jashtë vendit, konkretisht tokë dhe një shtëpi në Australi. Këto pasuri janë pjesë e një dokumentacioni që po analizohen nga Agjencia kundër korrupsionit në kundër të procedurës së verifikimit.